Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Kosova shkon në zgjedhjet parakohshme parlamentare. Presidenti Vjosa Osmani shpalli dekretin për shpërndarjen e parlamentit. Shkaku bë dështimi mbajtjes së seancës për zgjedhjen e presidentit të Republikës. Në një konferencë për shtyp, Vjosa Osmani argumentoi përpara opinionit publik vendimin, duke deklaruar se kushtetuta nuk është shkruar për interpretime që relativizojnë peshën e saj, por për të garantuar funksionimin e shtetit. Vjosa Osmani kujtoi deputetëve se kanë patur 23 ditë kohë për të përmbushur detyrimet për zgjedhjen e kreut të Republikës. Përpjekjet për zgjedhjen e një presidenti të ri dështuan. Ky dështim nuk ishte as rastësor, as i pamenduar, por përkundrazi, shumë mirë i kalkuluar dhe i ideuar, për fat të keq. Osmani është e bindur se asnjë kërkesë për masë të përkohshme në gjykatën kushtetuese nuk e pezullon automatikisht rrjedhjen e afatit kushtetues. Kushtetuta nuk funksionon me logjikën e komoditetit politik. Ajo funksionon me logjikën e përgjegjësisë institucionale. Dhe asnjë kërkesë për masë të përkohshme në gjykatën kushtetuese nuk e pezullon automatikisht rrjedhjen e afatit kushtetues. Vetëm një vendim i gjykatës do të mund ta bënte një gjë të tillë. Dhe një vendim i gjykatës nuk ekziston deri në këto momente. Lëvizja vetëvendosje është drejtuar gjykatës kushtetuese për interpretim mbi seancën e kuvendit për zgjedhjen e kreut të shtetit. Kryetarja e kuvendit Kosovës, Albulena Axhiu, shkruan se kanë kërkuar nga gjykata kushtetuese të vendosë masë të përkohshme për pezullimin e afatit kushtetues që lidhet me procedurën e zgjedhjes së kreut të shtetit. Për këtë çështje ajo deklaroi se ka njoftuar dhe presidenten Vjosa Osmani. Gjykata kushtetuese e Kosovës konfirmon marrjen në dorëzim të kërkesës së vetëvendosjes për vendosjen e një mase të përkohshme në zgjedhjen e presidentit të Republikës. Gjykata ka bërë të ditur se vendimi për këtë çështje do të merret pasi të shqyrtohen të gjitha aspektet kushtetuese të pretendimeve të paraqitura nga pala parashtruese. Në dokument i kërkohet gjykatës kushtetuese vlerësimi i procedurës për zgjedhjen e presidentit. Krahas asaj, kërkohet vlerësim për vendosjen një mase të përkohshme që do të pezullonte afatet kushtetuese lidhur me procesin e zgjedhjes së presidentit deri në publikimin e aktgjykimit nga gjykata. Vetëvendosja drejtohet gjykatës kushtetuese edhe për dekretin për shpërndarjen e kuvendit. Kreu i grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendosje Arbëria Nagavsi në një konferencë për media vlerësoi se shpërndarja e kuvendit është e paprecedent. Jemi dëshmitar që shpërndarja e kuvendit sot paraqet një akt të paprecedent i cili bën dash me rendin tonë kushtetues dhe ne do t'i drejtohemi gjykatës kushtetuese për këtë. Nuk ka asnjë arsye sepse duhet të ndodhte një akt i tillë sot në mëngjes. Ajo tha se ishte parapartë të mbahet një seancë parlamentare për shqyrtimin e marrëveshjeve ndërkombëtare me vlerë 100 milion euro. Ndër të tjera, ratifikimi i marrëveshjes së kredisë, projekti i rrugës në shpejtësi të lartë Prishtinë-Mitrovica, marrëveshja e kredisë për investime për projektin energjia diellore fotovoltaike në Kek, marrëveshja për rindërtim dhe zhvillim për projektin impianti për ujërat e zeza në Podujevë, marrëveshja e kredisë në Vendin e Republikës së Kosovës dhe Bankës Evropiane për rindërtim dhe zhvillim për projektin e eficiencës së energjisë në ndërtesa publike. Nagavsi vlerësoi se vetëvendosja bëri çdo gjë për të shmangur një krizë të re. Ajo i listoi takimet që lideri i vetëvendosjes, njërësh kryeministri Albin Kurti, pati dhe me liderët e dy partive më të mëdha politike, Partinë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjen Demokratike të Kosovës, për të gjetur një zgjidhje për presidentin. Në mungesë të kuorumit, Kuvendi i Kosovës dështoi të zgjedhë presidentin e Republikës në kushtet kur në seancë ishin të pranishëm vetëm 66 deputet. Kryetaria e Kuvendit Albulena Axhiu mbylli seancën deri në momentin që do të plotësohej kuorumi për votimin me 2/3 e deputetëve. 66 deputet, me këtë rast nuk ka quorum për të vazhduar më tutje me votimin. Disa herë në këtë seancë i bëra thirrje deputetëve të cilët mungojnë që të vinë, të jenë pranishëm në përputhje me kërkesat e Kushtetutës Republikës Kosovës dhe aktgjykimit të gjykatës kushtetuese. Rrjedhimisht nuk mund të vazhdojmë me votimin e raundeve. Merret vetëvendosja ofroi dy kandidatet e saj për zgjedhjen e kreut të shtetit. Shefja e grupit parlamentar të vetëvendosjes Arbëria Nagavsi përpara deputetëve të shumicës paraqiti kandidatin e parë të kësaj partie, Glau Konjusën, ndërsa në sallë mungonte opozita. Kam derën e veçantë që sot para jush të prezantoj kandidatin e lëvizjes vetëvendosje për
President të Republikës së Kosovës, zotin Glau Konjufca. Kandidati i dytë nga vetëvendosja u ofrua nga deputeti Artan Abrashi. Ai prezantoi deputeten Fatmire Mulhaxha Kolçaku për funksionin e kreut të shtetit. Konform rregullave kushtetuese dhe ligjore, sot para jush prezantoj ekspozem e kandidatës së radhës, doktoreshës Fatmire Mulhaxha Kolçaku. Fatmire Mulhaxha Kolçaku, e lindur me 26 gusht 1966 në Pej, është doktoresh dhe specialiste e epidemiologjisë. Ka vjuar studimet postdiplomike 2 vjeçare në menaxhment shëndetësor në kuadër të Agjencionit Evropian për Rindërtim në partneritet me Universitetin e Prishtinës. Opozita ishte vendosur për të mos marrë pjesë në seancë. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku, tha se pret shpërndarjen e kuvendit. Kosova po futet drejt një procesi të rrezikshëm në orën 12 mes natës, LDK pret dekretin për shpërbërjen e kuvendit dhe sa më parë dhe konsultimet për saktimin e datës së zgjedhjeve. Sipas tij, Lidhja Demokratike e Kosovës ka bërë përpjekje për të bërë marrëveshje politike, por dhe për gjetur një konsensus të gjerë. Abdigjiku kujtoi se LDK ka mbajtur komunikime me të gjitha partitë, ka dhënë zgjidhje, ka dhënë alternativa dhe ka pasur gatishmëri të plotë për konsensus. Abdigjiku kujtoi se kjo gatishmëri nuk është përputhur me ambicie të palëve të tjera. Ne kemi qenë në pozicion të ofrimit edhe të marrëveshjes politike, e cila është refuzuar, edhe të gatshëm për konsensus, po s'na është ofruar asnjë emër asnjëherë. LDK s'ka refuzuar asnjë emër. Prandaj kjo është e vërteta dhe mbi këtë vërtet kemi pasur paraqitje publike, kemi parë deri më tani, por jam konsideruar se votat e LDK-s janë të mjaftueshme. Është kërkuar më tepër, ne kaq kemi pas vota, kaq ka qenë mbështetja qytetare për LDK. Shefi i grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Besnik Tahiri, e vlerësoi si improvizim seancën e jashtëzakonshme e thirrur për shqyrtimin e amendamente kushtetuese për të zgjedhur presidentin e Republikës. Tahiri deklaroi se ndryshimet kushtetuese nuk mund të ndodhin brenda natës. Sipas tij, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës nuk bëhet pjesë e spektakleve. Krejt çka ka ndodhur sot është një improvizim politik për të gjoja se një porosi që po dojmë me zgjedh presidentin, e në fakt qytetarët e Kosovës e presin vetëm një vendim. Vendimin i cili ose do ta zgjedh presidentin konsensual që nuk po ndodh, ose vendimin për shpalljen e zgjedhjeve. Andaj, veprimi ynë politik ka qenë veprim për të sot një porosi tek qytetarët e Kosovës, që Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës nuk bjen prej dhe as nuk bëhet pjesë dhe kur nuk do të jetë në një pozicion ku flitet për fatin e institucioneve Kosovës, ku flitet për rregullin kushtetues, ku flitet për aspektet ligjore dhe juridike, vetëm sa për të bërë një spektakël publik. Në përkrajet e dekretit të presidentes për shpërbërjen e parlamentit, reagoi dhe Partia Demokratike e Kosovës. Sekretarja e forcës më të madhe opozitare, Vlora Çitaku, tha se egot politike dhe ambicia e shprehuar për kontroll total të institucioneve nga vetëvendosje po e lën Kosovën sërish pa institucione dhe po e shtyn vendin drejt një cikli tjetër zgjedhjesh. Adresa e përgjegjësisë është e qartë, kristal, refuzimi i vetëvendosjes për marrëveshje dhe për dialog të sinqert politik, shkruan Vlora Çitaku. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Qeveria e Maqedonisë së Veriut pretendon se është drejt përfundimit të veprimeve për futjen e modelit roaming si në shtëpi në Bashkimin Evropian. Ministri për transformim digital Stefan Andonovski konfirmoi se Komisioni Evropian 2 javë më parë hapi zyrtarisht procesin për të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor, përfshirë Maqedoninë e Veriut, duke shtuar se secili vend duhet të përmbush veçmas kushtet para fillimit të negociatave dypalçe. Ministri tha se pritet që Maqedonia e Veriut të jetë vendi i parë në rajon që plotëson të gjitha kriteret, pas së cilës do të mund të hyjë në negociata me Komisionin Evropian, i cili do të veprojë si ndërmjetës para operatorëve telekomunikative evropian. Ambasadori i Shqipërisë në Maqedoninë e Veriut, Denion Mejdani, përshëndeti pritjen që kryeministri Edi Rama u bëri fëmijëve të bibliotekës Linkes në Manastir. Përmes rrjeteve sociale, Mejdani shkruan se mes të tjerave këta fëmijë mbajnë gjallë gjuhën shqipe, librin shqip dhe dashurinë për identitetin ton dhe për te kufive. Çdo fjalë e mësuar, çdo libër i lexuar në shqip është një urë që lidh brezat dhe një dëshmi se bijtë shqipes, kudo që janë, e mbajnë gjallë gjuhën dhe kulturën e tyre. Kur ruhet gjua shqipe, ruhet shpirti i kombit, shkruan ambasadori i Shqipërisë në Republikën e Maqedonisë së Veriut, Denion Mejdani. Bota. Dërgimi i trupave toksor amerikane në Iran ende nuk është një zgjidhje për presidentin Donald Trump, sipas tij për momentin kjo do të ishte humbje kohe. Their navy is gone, their anti-aircraft weapons are gone, all of their airplanes are gone, their communications are gone.
missiles are gone, launches are gone. Kanë humbur gjithçka, kanë humbur flotën e tyre detare, kanë humbur gjithçka që mund të humnin, tha Trump. Ai shton se dëshiron të pastrojë strukturën aktuale të udhëheqjes në Iran. Më herët sekretari amerikan i mbrojtjes paralajmëroi se sulmet mbi Iranin dhe Teheranin do të rriten në mënyrë dramatike shumë shpejt. The amount of firepower over Iran and over Tehran is about to surge dramatically. Ne do të vazhdojmë luftën në Iran për sa kohë të duam. Municionet tona sulmuese dhe mbrojtëse na e mundsojnë këtë, tha Pete Hegseth. Sipas këtij vendimi Britanisë së Bashkuar për të lejuar SHBAN në përdorimin e bazës ushtarake Diego Garcia do të ndihmojë Washingtonin të intensifikojë sulmet. Kryeministri britanik e bëri të qartë se mosmarrja pjesë në sulmet e Iranit ishte në interesin kombëtar. Megjithatë, Starmer njoftoi për një prani të përforcuar ushtarake në Gjirin Persik në përgjigje të sulmeve iraniane. Ai deklaroi dërgimin e 4 avionëve të tjerë Typhoon për t'u bashkuar me skuadrilën britanike në Katar. Synimi është për të forcuar operacionet mbrojtëse në të gjithë rajonin. Krahasaj, helikopterët Wildcat me aftësi antidron do të mbërrinë në Qipro. Ne po dislokojmë luftanien HMS Dragon në Mesde dhe i kemi lejuar Shteteve të Bashkuara të përdorin bazat britanike për të kryer operacione mbrojtëse për të neutralizuar raketat iraniane përpara se ato të lëshohen kundër popullit tonë dhe aleatëve tanë, deklaroi Keir Starmer. Franca, Italia dhe Greqia kanë rënë dakord për veprime të përbashkëta ushtarake. Presidenti francez Emmanuel Macron pas një bisede me kryeministrin italiane Giorgia Meloni dhe kryeministrin grek Kyriakos Mitsotakis për situatën e sigurisë, u vendos për hapat që do të ndërmerren në rajon. Sipas burimeve pranë Macron, 3 liderët rënë dakord të koordinojnë vendosjen e burimeve ushtarake në Qipro dhe në Mesdeun lindor. Franca më herët lejoi avionët amerikanë që të përdorin bazat e saj në lindjen e mesme. Azerbajxhani paralajmëroi se do të kundërpërgjigjej pas sulmeve të Iranit ku raportuan të paktën 4 persona të plagosur. Këto sulme nuk do të mbeten pa përgjigje, tha Ministria e Mbrojtjes e Azerbajxhanit në një deklaratë. Ndërkohë Irani ka mohuar autorsinë e këtyre sulmeve. Krahasaj dhe Emiratet e Bashkuara Arabe vijojnë të jenë shënjestër e Iranit. Mbrojtja ajrore e Emirateve të Bashkuara zbuloi 7 raketa balistike duke kapur dhe shkatruar 6, ndërsa njëra ra në territor. Ndërsa nga 1072 dronë të dërguar, vetëm 71 kanë arritur të godasin Emiratet e Bashkuara Arabe. Princi i kurorës të mërgimi i Iranit, Reza Pahlavi, paralajmëroi se kushdo që emërohet udhëheqës suprem në Iran do të konsiderohet palishëm. Pahlavi deklaroi se vetmi alternativë legjitime ndaj këtij regjimi është sistemi tranzicional, korniza e të cilit ju është komunikuar përmes manualit të fazës emergjencës së projektit të prosperitetit të Iranit. Frenohet tregtia e naftës në ngushticën e Hormuzit. Rreth 1000 anije, gjysma e të cilëve janë cisterna nafte dhe gazi, ndodhen aktualisht në gjidhe në ujërat përreth tij. Vlera e tyre arrin në më shumë se 25 miliard dollar, tha drejtoresha ekzekutive e organizatës tregtare Lloyd Market Association, Sheila Cameron. Zyrtarisht përmes ngushticës së Hormuzit, që prej së dielës janë bërë rreth 40 kalime të anijeve, ndërsa një javë më parë në këtë ngushticë kaluan 116 anije. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.